President, mbretër dhe një mori njerëzisht të thjesht I dhan lam të mirën Papa Francesku të shtunën në funeralin e tij, ku një kardinal tha se trashëgimia e Papës për kujdesin ndaj migrantëve, të shtypurve dhe mjedisit nuk duhet të vdes me të. Në njërën anë të arkivolit të Franceskut në sheshin e madh të Shën Pjetrit, ishte ulur presidenti amerikan Donald Trump, I cili ishte përplasur me Papën për të treja këtë çështje. Në anën tjetër ishin ulur kardinalët, të cilët duhet vendosin në vijim nëse pasardhësi I Franceskut duhet vazhdoj përpjekjen e tij për një kishë më të hapur, apo të dorëzohet konservatorëve që duan të kthejnë një papat më tradicional. I pasur me ngrohësi njerëzore dhe thellësisht I ndjeshëm ndaj sfidave të sotme, Papa Francesku ndau vërtet ankthet, vuajtjet dhe shpresat e kësaj kohe, dhe kardinali italian Giovanni Battista Re, I cili kryesoi meshën e funeralit. Papa Argentinas, I cili udhëhoqi Vatikanin për 12 vjet, vdiq në moshën 88 vjeçare të hënën. Turma e cila mbushi sheshin dhe rrugët përreth, shpërtheu në duar trokitje kur kardinali Giovanni Battista Re foli për kujdesin e Franceskut për emigrantët, lutjet e tij të vazhdueshme për paqe, nevojën për negociata për t'i dhënë fund luftrave dhe rëndësinë e klimës. Ata duar trokitën fort përsëri në fund të shërbesës kur rojet e kishës morën arkivolin dhe anuan pak në mënyrë që më shumë njerëz të mund ta shihnin, ndërsa kambanat e kishës binin në sfond. Arkivoli u vendos një makinë të hapur dhe përshkoi mes Romën për të ndalur në Bazilikën Santa Maria Maggiore, ndërkohë që më mira njerëz ishin arrestuar për gjatë rrugës. Francesku, I cili shmangu shumë nga pompoziteti dhe privilegji I papatit gjatë udhëheqjes së tij 12 vjeçare, kishte kërkuar të varrosej atje në vend të kriptës së Shën Pjetrit, që është vendi tradicional I prejes për papët. Vatikani vlerësoi se më shumë se 250.000 njerëz morën pjesë në ceremoninë që zgjati 2 orë. Vdekja e Franceskut shënon një periudhë tranzicioni të planifikuar me kujdes, të shënjuar nga rituale të lashta, pompozitet dhe zi. Gjatë 3 ditëve të fundit, rreth 250.000 njerëz kaluan pranë trupit të tij, të vendosur përpara altarit të Bazilikës së Shën Pjetrit, ndërkohë që për ceremoninë funerale, shumë njerëz qëndruan gjithë natën jashtë për të siguruar një vend në krye të turmës. Në shenjë ndërrimi për ndarje nga jeta të Papa Franceskut, Shqipëria ndodhet në ditësie kombëtare këtë të shtunë, ndërsa në të gjitha institucionet flamujt janë ulur në gjysmë shtis. Zia kombëtare ka ndryshuar agjendat artistike në mbar vendin, deri tek agjendat elektorale të partive politike. Partia Socialiste ka shtyr të gjitha takimet elektorale të parashikuara që do të zhvilloheshin në Fier. Sa kaq kreu I PD, Sali Berisha ka paralajmëruar se këtë të shtunë do të vijojë me takimet elektorale, por në secilin takim do të mbahet 1 minutë heshtje dhe nuk do të ketë muzikë. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook, teksa ka shpërndar një video të Papa Franceskut, shkruan se këtë të shtunë ndërrojmë jo vetëm një pap të jashtëzakonshëm, por edhe një mik të jashtëzakonshëm të Shqipërisë. Në ceremoninë mortore të Papa Franceskut në mesin e figurave publike nga Shqipëria, kanë marrë pjesë presidenti Begaj me bashkëshorten, si dhe krerët e komuniteteve fetare. Presidenti I Republikës Bayram Begaj mori pjesë në meshën e shenjtë për Papa Franceskun. Shërbesa u mbajt përpara bazilikës në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Presidenti Begaj u bashkua ceremonisë krahas udhëheqësve botror së bashku me delegacionin shtetëror që kryeson. Pjesë të cilit ishin ministri për Evropën dhe punët të jashtme Igli Hasani, ministri e shtetit për administratën publike dhe kundër korrupsionit Adea Pyrdeni dhe ambasadori I Republikës së Shqipërisë në Vatikan Majlinda Frangaj. Pjesë e ceremonisë ishin dhe krerët e institucioneve fetare si dhe kryeministri I Kosovës Albin Kurti dhe presidenti Vjosa Osmani. Papa Francesku e vizitoi Shqipërinë në shtator të vitit 2014, ndërsa 2 vite më vonë, më 4 shtator 2016, shpalli shenjtore Nën Terezën. Gjithashtu Papa Francesku ka nënshkruar dekretin për lumënimin e 38 martirëve të parë shqiptar të komunizmit, më 5 nëntor të po atij viti, duke shtuar edhe 2 të tjerë më 16 nëntor 2024. Dhjetra lider botror, shefa qeverish dhe personalitetet të larta mes të cilëve Donald Trump, Volodymyr Zelensky dhe princi William janë bashkuar rreth 200.000 njerëzve të mbledhur në Vatikan për t'i dhënë lëmë të mirën e fundit Papa Franceskut. 50.000 vet ishin mbledhur brenda sheshit të Shën Pjetrit. Përpara se të uleshin në vendet e tyre, Trump dhe bashkëshortja e tij Melania bën homazhe para arkivolit të Franceskut në Bazilikën e Shën Pjetrit. Arkivoli u mbyll të premte në mbrëmje. Mes krerëve të tjerë të shteteve që fluturuan për në Rom ishin dhe presidentët e Argjentinës,
Francës, Gjermanisë, Filipineve dhe Polonisë, së bashku me kryeministrat e Britanisë së Madhe dhe Zelandës së Re, si edhe shumë mbretëror evropian. Duart rokitje u dëgjua në shesh kur mbriti presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ceremonia u kryesua nga kardinali Giovanni Battista Re, një prift italian 91 vjeçar. Papa i parë jo evropian për gati 13 shekuj, Francesku luftoi për të riformësuar Kishën Katolike Romake gjatë papatit të tij 12 vjeçar, duke mbajtur anën e të varfërve dhe të marginalizuarve, ndërsa sfidoi kombet e pasura që të ndihmonin emigrantët dhe të ndikonin për reduktimin e pasojave të ndryshimeve klimatike. Tradicionalistët kundërshtuan përpjekjet e tij për ta bërë Kishën më transparente, ndërsa lutjet e tij për të dhënë fund konflikteve, përçarjeve dhe kapitalizmit të shfrenuar shpesh ranë në vesh të shurdhër. Papa Francesku zgjodhi vetë se ishte ende gjallë, të shmangte shumë prej pompozitetit dhe privilegjit që zakonisht shoqërojnë papatin, dhe kishte kërkuar thjeshtësi në funeralin e tij duke rishkruar rritet e hollësishme të ceremonisë të përdorura më parë. Francesku zgjodhi të hiqte dorë nga një praktikë shekullore e varrosjes së papëve në 3 arkivole të ndërthurura prej selvie, plumbi dhe lisi. Në vend të kësaj, ai u vendos në një arkivol të vetëm prej drurit të veshur me zink, i cili u mbyll gjatë natës. Në një thyrje të mëtejshme të traditës, ai do të jetë papa i parë që varroset jashtë Vatikanit në më shumë se një shekull, duke preferuar bazilikën Santa Maria Maggiore në Rom, rreth 5.5 kilometra larg nga Shën Pjetri, si vendin e tij të fundit të prehjes. Vari i tij ka vetëm Franciscus, emrin e tij në latinisht të gdhëndur në krye. Një riprodhim i kryqit të thjeshtë të veshur me hekur që ai mbante rreth qafës varet mbi pllakën e mermerit. Eskorta e tij funerale e çon atë në qytet për herë të fundit, duke u lejuar dhe banorëve të Romës që t'i thonë lëm të mirë. Italia ndërkohë ka ndërmarrë një prej operacioneve më të mëdha të sigurisë që vendi ka parë që prej funeralit të Gjon Pali të dytë. Ka mbyllur hapësirën ajrore mbi qytet dhe ka thirrur forca shtesë sigurie, me raketa kundër ajrore, avion luftarak dhe anije patrullimi. Sapo të varroset Francesku, vëmendja do të zhvendoset tek zgjedhja e pasuesit të tij, por kjo nuk do të ndodhë menjëherë. Fillimisht, janë 9 ditësie, e më pas do të kalohet tek konklava e famshme, që përmes tymit të bardhë do të njoftojë për zgjedhjen e papës së ri. Papa Francesku, i cili vdiq të hënën e Pashkëve, theu traditën përsa i takon vendit të prehjes, duke sjellur një bazilik të mbushur me dritë në vend të atyre të Vatikanik. Papët zakonisht varrosen brenda qytetit të Vatikanit, poshtë bazilikës së Shën Pjetrit. Por Francesku do të jetë papa i parë në më shumë se një shekull që do të varroset jashtë Vatikanit, pasi kërkoi një varr të thjesht disa kilometra larg në bazilikën Santa Maria Maggiore. Pas përfundimit të ceremonisë në sheshin e Shën Pjetrit, trupi i papës u çua në bazilikën që ndodhet në anën tjetër të lumit, në Romën qendrore. Varri duhet jetë në tokë, i thjeshtë, pa dekorime të veçanta dhe me të vetmin bishkrim. Franciscus, thoshte papa në testamentin e tij të publikuar nga Vatikani. Ai kërkonte gjithashtu se kostot e varrimit të tij do të mbuloheshin nga një shumë e ofruar nga një bamirës. Ndërsa varri i Francesku do të jetë modest, bazilika sipër tij shkëlqen nga rrezet e diellit dhe ari. Tavani është i mbuluar me dru të praruar dhe drita derdhet përmes dritareve të larta për të ndriçuar mozaikët mahnitës. Besimtarët dhe vizitorët janë dyndur këtu në ditë që nga vdekja e Franceskut, të interesuar të shohin vetë vendin që ai e donte aq shumë. E vendosur në majtë e njërës për 7 kodrave mbi cilat u ndërtuar Roma e lashtë, Santa Maria Maggiore është një nga 4 bazilikat papnore. Kulla e saj e kambanës është më e larta në kryeqytetin italian, duke arritur një lartësi prej 246 metrash, dhe pozicioni i saj në kodër e bën atë pikën më të lartë në qytet. Legjenda thos se Virgjëresha Mari u drejtua si Papa Liberius, ashtu edhe një aristokrat italian, duke kërkuar që kisha të ndërtojnë në nder të saj në një vend që do të zbulohej mrekullisht. Kodra e Skiline e Romës u identifikua si vendi i duhur pasi ra borë në majën e saj në gusht të vitit 358, në kulmin e verës. Në kohët bashkëore, një festë që shënon mrekullinë e borës mbahet në bazilik, më 5 gusht të çdo viti. Kisha, siç është sot, u porosit nga Papa Sixti III në vitin 431. Kisha ka patur prekosh një rëndësi të veçantë për Papa Franceskun, i cili e vizitonte të dielave në mëngjes për të nderuar Birgjëreshën Mari. Ai shpesh e vizitonte bazilikën para dhe pas udhëtimeve të huaja, si dhe pas qëndrimeve në spital, për t'u lutur ikonës më të rëndësishme të Marisë, Salus Populi Romani, së cilës ja besoi mbrojtjen e udhëtimeve të tij apostolike në përputhje me traditën jezuite. Funerali një pape nuk është vetëm një ngjarje liturgjike me rëndësi historike, por edhe një moment në të cilin mobilizohet një makinë organizative mbreslënse, e përbërë nga protokolle milimetrike, siguri e përforcuar dhe flukse të jashtëzakonshme pjesëmarrësish.
Ndodhi në vitin 2005 për Gjon Palin e dytë, ndodhi në vitin 2023 për Benediktin e 16 dhe ndodhi përsëri për Papa Franceskun. Por kush paguan për të gjitha këto? Vatikani menaxhon ceremoninë, shpenzimet që lidhen drejt për drejt me ceremoninë fetare dhe protokollin e Vatikanit, trupi, veshjet, lulet, altari, ceremoniali, logjistika e brendshme në Shën Pjetër, e të tjerë mbulojnë tërësisht nga selia e shenjtë. Nuk ka të dhëna zyrtare publike, por sipas vlerësimeve që lidhen me funeralin e Gjon Palit të dytë, Vatikani shpenzoi në atë mes 2 dhe 3 milion eurove. Këtë herë ka disa thjeshtime të kërkuara nga vetë Papa Francesku që mund ta ulin disi faturën. Në anën tjetër, shteti italian paguan për sigurinë, transportin dhe kujdesin shëndetësor. E gjithë pjesa e jashtme, kontrolli territorial, transporti, kujdesi shëndetësor, pajisjet e rendit publik, siguria antiterror dhe menaxhimi i flukseve të ardhurve, rëndon kryesisht mbi shtetin italian. Përveç shpalljes së 5 ditëve të zisë kombëtare, qeveria Meloni ka ndarë 5 milion euro për shpenzime fillestare për sigurinë publike, por nuk është e sigurt nëse ato do të jenë të mjaftueshme. Në vitin 2005, për funeralin e Gjon Palit të dytë, qeveria e tershme ndau gjithashtu 5 milion euro, të cilat sot do të ishin ekuivalente me afërsisht 7 milion euro. Përveç kësaj, është dhe kostoja me të cilat përballet Bashkia e Romës, që përfshin pastrimin, lëvizshmërinë, shërbimet për vizitorët dhe mikpritjen. Por kjo ka dhe ndikim pozitiv ekonomik fal rritjes së kapacitetit të hoteleve, konsumit në bare e restorante, si dhe industrive të lidhura me transportin. Gjatë funeralit të Papa Vojtiles, Roma regjistroi mbi 2 milion pelegrin brenda 10 ditësh, duke gjeneruar të ardhurat të vlerësuara për disa 10 miliona eurosh. Sali Berisha zhvilloi një konferencë me gratë, pjesë të cilës ishin dhe anëtarët e EPP dhe CDI. Në fjalën e mbajtur kryedemokrati fajsoi kryeministrin Rama për gjuhën e përdorur gjatë fushatës, duke e quajtur si mizogjenist. Këto ditë ju shihni përsëri një fushatë në aparencë feministe, në thelb mizogjeniste, sepse ai paraqitet me banalitete. Merrni tani gjithë fjalorin e tij, fjalët kyçet e tij, cilat ishin në këtë fushatë. Para zonjave, çyryk, autik, knet, buf. Ai tha se gjatë 12 viteve në pushtet, Rama ka krijuar sipas tij një frymë agresive kryesisht ndaj grave e vajzave. Nuk është e drejtë të lidhish çdo gjë me kundërshtarin politik, po kur kundërshtari politik është mizogen, i dhunshëm ndaj grave, kur kundërshtari politik nuk thot një fjalë për këto qindra vrasje, makabritete, por hesht, atëherë të paktën me heshtin e tij, ai në një mënyrë ose një tjetër favorizon këtë klim agresive ndaj vajzave dhe grave. Berisha tha se Partia Demokratike do të bëjë gjithçka për suksesin e grave dhe vajzave. Partia Demokratike ka denoncuar këtë të shtunë ministrin e brendshëm Ervin Hoxha se po përfiton para publike përmes një lavazhi që rezulton pronare nëna e tij 70 vjeçare. Zëdhënësi antikorrupsionit në PD, Genta Vangjeli, tha se përmes këtij biznesi, ministri ka marrë paradhënie nga institucione të ndryshme publike. Sipas spending data, rezulton se subjekti Veba 45 ka përfituar fonde publike nga institucione të ndryshme shtetërore, përfshirë ato ku ka patur marrëdhënie pune ministri Hoxha. Konkretisht, Administrata Qendrore e Inspektoratit Shtetëror të Punës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Agjencia e Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Komisionerët Publik, Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjelljes Kanalizimeve e të tjerë. Hoxha, sipas Partisë Demokratike, është pronari i lavazhit ku zëvendës kryeministre Belinda Balluku jepte 10.000 euro për të larë makinën e saj. Nuk është çudi që blerjet e vogla deri 10.000 euro të Ballukut për larje automjeti të kishin objektiv dërgimin e parave publike në ndërtesën në krah të kryeministrisë, ku ndodhet lavazhi i familjes së ministrit Hoxha. Prandaj dhe specifikimet teknike të procedurës i përshtateshin fiks lavazhit dhe parkimit të Veba 45 SHPK. Vangjeli kërkoi nga SPAK që të nisë hetimet për të ballafaquar me ligjin çdo shkelës. Gjykata e Tiranës vendosi të heqë masën e pezullimin nga detyra ndaj drejtorit AMP, Florian Sulejmani.
Ai u vendos të akuzë për shpërdorim detyre nga prokuroria e Beratit, e cila mori një akt të paprecedent duke tejkaluar detyrat dhe duke vendosur në akuzë kreun e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Gjyqi u zhvillua në kryeqytet pasi gjykata e Beratit shpalli mos kompetencë, ndërkohë vetë organi akuzës u tërhoq nga kërkesa me argumentin se nuk ekzistonin më kushte për ta mbajtur në fuqi masën ndaluese. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, prokurori tha se urdhri kreu TAMP për të transferuar 2 oficerë, njëri në Dibër dhe tjetri në Fier, nuk ka shkaktuar pasojë pasi ata mund të zvendësoheshin me oficerë të tjerë. Nga ana tjetër, prokurori i çështjes u shpreh se hetimet do të vazhdojnë pa mas ndaj Sulejmanit. Prokuroria e Fierit ka dërguar në gjyq mjekun Lulzim Banushaj dhe infermierin Endri Mandro për korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre. Sipas prokurorisë, pas përfundimit të hetimeve u provua se mjeku ka lëshuar recetë për marrjen e medikamentit Metadon, një pacienti që ka pretenduar se është përdorues i lëndëve narkotike, pa pasur analizat e tij dhe pa rekomandimin e mjekut të familjes, përkundrejt përfitimit monetar. Prokuroria e Fierit bën me dije se i pandehur është marrë edhe infermieri Endri Mandro, pasi u provua se në kundërshtim me detyrën e tij dhe protokollin mjekësor, i ka dhënë një pacienti tjetër medikamentin Metadon në dyfishin e sasisë së përcaktuar, duke u mjaftuar vetëm me një recetë mjekësore, pa pasur kartel mjekësore të pacientit që do të trajtohet me këtë medikament përkundrejt përfitimit monetar. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Fier shpreh angazhimin për vënien para përgjegjësisë ligjore të gjithë personave që gjatë ushtrimit të funksioneve publike kryejnë veprime në kundërshtim me ligjin kundrejt marrjes së përfitimeve të parregullta. Një ditë pas ngjarjes së rëndë në një pallat në ndërtim në qerret të Kavajës, ku humbi jetën një punëtor dhe një tjetër mbeti plagosur, policia e shtetit ka reaguar. Ngjarja e rëndë ndodhi gjatë çmontimit të një skele, kur 59 vjeçari me iniciale HP humbi jetën, ndërsa shtetasi tjetër me iniciale SH 36 vjeç pësoi dëmtime në këmbë. Policia e Kavajës ka marrë masa duke vënë në pranga drejtuesen teknike të punimeve, 68 vjeçaria me iniciale EG, banuese në Tiranë, u vënë në pranga nga specialistët për hetimin e krimeve. 68 vjeçaria akuzohet për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë. Sa ka që uniformat blu bëjnë me dije se janë shpallur në kërkim shtetasi me iniciale ED 53 vjeç, administrator i firmës banues në Golem të Kavajës dhe sipërmarrës si punëve në pallat, si dhe 31 vjeçari me iniciale MSH, inxhinier i kompanisë ndërtuese. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë Durrës për vijimin e veprimeve të mëtejshme. Policia e shtetit ka arrestuar një tjetër person të përfshirë në dhunimin e një punonjëse të OSHS me sende të forta ngjarje e cila ndodhi ditën e premte në rrugën Artan Lenja në kryeqytet. Uniformat blu bëjnë me dije se është identifikuar dhe kapur një 28 vjeçar me iniciale LM, banues në Tiranë. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, i arrestuari ka ndihmuar 30 vjeçarin me iniciale JS që të largonte nga vendi i ngjarjes autorin. 30 vjeçari u vënë në pranga nga policia mbrëmjen e të premtes. Sa kaq uniformat blu bëjnë me dije se vijojnë në kontrollet e pandërprera për kapjen e autorit të ngjarjes 38 vjeçarit me iniciale SC. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Drejtoria vendore e Tiranë ka vijuar operacionet kundër rasteve të trafikimit nga SBA të kanabisit me përqindje të lartë të HC, me qëllim shitje në Tiranë. Në 24 orët e fundit janë goditur 2 raste duke sekuestruar 3 pako me 7.7 kg kanabis sativa me përqindje të lartë të HC. Uniformat blu kanë arrestuar gjatë operacionit dërgesa një shtetasin Rakip Hoxha, 32 vjeç, i cili u kap në flagrancë duke marrë një deg postare në Elbasan, 2 pako me rreth 4 kg kanabis me përqindje të lartë të HC. Po ashtu gjatë operacionit dërgesa 2 u identifikua dhe u shpall në kërkim shtetasi me iniciale FI, 21 vjeç, pasi dyshohet se do të merrte në një deg postare në Vorë një pako me rreth 3.7 kg kanabis me përqindje të lartë të HC. Sipas njoftimit zyrtar, po punohet për kapjen e 21 vjeçarit, si dhe për identifikimin dhe nxjerrjen para përgjegjësisë penale të shtetasve që kanë porositur lëndën narkotike. Policia njofton se ka shkuar në 5 numri i rasteve të trafikimit të kanabisit nga SBA, të goditura gjatë kësaj jave nga Policia e Tiranës. Në total u sekuestruan rreth 10 kg kanabis me përqindje të lartë të HC dhe u identifikuan 8 shtetas të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Një rast i trafikimit të kanabisit drejt Greqisë u godit nga policia kufitare në Korçë. 2 persona, njëri prej të cilëve u identifikua nga uniformat blu,
po transportonin me çanta lëndë narkotike drejt territorit grek. Ata u konstatuan duke lëvizur në kufirin e gjelbër midis piramidave 43 dhe 44 në Devoll. Patrulla ndodhi mbi fshatrat Vidohov dhe Ponçar, ku pa 2 persona që po lëviznin drejt Greqisë. Menjëherë ata sapo konstatuan uniformat blu, hodhën çantat me drogë dhe u larguan drejt zonës së pyllëzuar të territorit grek për të shpëtuar kapjes. Njëri prej tyre u identifikuan nga agjentët, por për arsye e tij me emrin e tij u mbajti fshet. Droga ishte ndarë në 20 pako dhe peshonte rreth 32.3 kg. Kanabisi u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa vion puna në bashkëpunim me autoritetet greke për kapjen e 2 trafikantëve, si dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë linjë trafiku të lëndës narkotike. Në këtë zonë të mbrojtur në Krast, 2 të rinj tentuan të kultivonin kanabis. Ata u zbuluan gjatë kontrollit me dron të kryer nga ana e policisë, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative. 2 të rinj të moshës 22 dhe 18 vjeç kishin mbjellë fidan dhe po i bënin gati për t'i kultivuar. Ata u kapën nga ana e uniformave blu. 22 vjeçari u arrestuan ndërsa adoleshenti u procedua penalisht. Gjithashtu në vijim të veprimeve procedurale u sekuestrua në cilësinë e provës materiale dhe automjeti në pronësi të 22 vjeçarit, i cili e përdorte për të shkuar tek vendi ku kishte kultivuar fidanët narkotik. Lidhur me rastin, materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërkohë policia po vijon kontrollin intensiv nga toka dhe ajri për parandalimin e kultivimit të kanabisit në të gjithë vendin. Kosova është realiteti pakthyeshëm, ka qenë mesazhi i presidentes Vjosa Osmani në një intervistë për televizionin publik finlandez, YLE. Presidenti Osmani ka deklaruar se Kosova nuk ka qenë kurrë burim tensioni. Sipas saj, Kosova ka hapur vazhdimisht derën për miqësi dhe bashkëpunim me Serbinë. Serbia nuk ka kërkuar kurrë falje për krimet e luftës ose krimet kundër njerëzimit të kryera kundër popullit tonë. Ne nuk kemi kërkuar kurrë hakmarrje për drejtësi, tha presidenti Osmani. Sipas saj, Serbia duhet ta kuptojë ngadalë se Kosova nuk ka kthim në të kaluarën. Sipas presidentes, situata në Ballkanin Perëndimor ka mbetur e tensionuar deri më sot. Situata është shqetësuese, sepse Serbia po vepron vazhdimisht në përputhje me vullnetin e Rusisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić, ashtu si Vladimir Putin, mendon një mënyrë hegemoniste që mohon ekzistencën e fqinjve të saj, deklaroi Osmani. Presidenti tha se Kosova nuk do ta humbas shpresën për antarësim në BE dhe NATO. Sipas saj, Kosova ka bërë më shumë reforma midis vendeve në rajonin e Ballkanit që janë parakushte për antarësim në BE. Qeveria e Serbisë ka miratuar pagesën e një granti prej 300.000 dinarësh për të arrestuarit në Kosovë që dyshohen se kanë kryer krime gjatë luftës së viteve 98-99 kundër shqiptarëve. Këtë ndihmë financiare, Serbia thotë se e ndan për të arrestuarit për procese penale në Kosovë. Sipas një komunikate të qeverisë së Serbisë, në këtë mënyrë do të sigurohet ndihma e njëhershme financiare në vlerë për 300.000 dinar për persona që për këtë arsye ndodhen në burgjet dhe njësitë e paraburgimit në Kosovë. Pagesa e kësaj ndihme të njëhershme do të bëhet sa më shpejt që të jetë mundur, thuhet në komunikat. Sipas mediave serbe, shtetasit serb të burgosur në Kosovë janë proceduar penalisht në raste të iniciuara me qëllim të përndjekjes politika. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është takuar me presidentin amerikan Donald Trump në kryeqytetin italian, ku të dy udhëheqësit morën pjesë në funeralin e Papa Franceskut, tha një zëdhënës i Zelenskit. Nuk u dhan detaje për takimin, por ai vjen në një kohë kritike në negociatat që synojnë të japin fund luftimeve mes Ukrainës dhe Rusisë. Trump, i cili ka ushtruar presion mbi të dyja palët për të rënë dakord për një armëpushim, tha të premten se kishte patur bisedime produktive mes të dërguarit të tij dhe udhëheqjes ruse dhe bëri thirrje për një takim të nivelit të lartë mes Kievit dhe Moskës për të mbyllur një marrëveshje. Trump më herët i kishte paralajmëruar të dyja palët se administrata e tij do të tërhiqej nga përpjekjet e saj për të arritur paqe nëse palët nuk do të binin dakord për një marrëveshje së shpejti. Takimi në Rom është takimi i parë ballë për ballë mes Trump dhe Zelenskit që nga takimi i tyre në zyrën ovale në shkurt që u shndërrua në një përplasje me britma. Pas atij takimi, Shtetet e Bashkuara ndërprejnë bashkëpunimin e inteligjencës me Ukrainën, i cili është thelbësor për përpjekjet e saj për të shmangur sulmet ruse, megjithse ndarja e të dhënave të inteligjencës u rikthye më vonë. Presidenti amerikan Donald Trump tha se Rusia dhe Ukraina janë shumë pranë një marrëveshje disa orë pasi i dërguari i tij Steve Witkoff dhe presidenti rus Vladimir Putin zhvilluan bisedime në Moskë.
Trump tha se kishte qenë një ditë e mirë negociatash, ndërsa Kremlini i përshkroi bisedimet në të cilat Ukraina nuk ishte e pranishme si konstruktive. Më parë Trump tha në mediat sociale se për shumicën e pikave kryesore është rënë dakord dhe i kërkoi Rusisë dhe Ukrainës të takohen në nivele shumë të larta dhe të përfundojnë marrëveshjen. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha në një fjalim të premten vonë se nevojitet presion i vërtet mbi Rusinë për të pranuar një armëpushim pa kushte. Më herët gjatë ditës, Zelensky i tha BBC-s se çështjet territoriale mes Kievit dhe Moskës mund të diskutohen nëse bihet dakord për një armëpushim të plotë dhe pa kushte. Raportet sugjerojnë se Ukraina do të detyrohet të heqë dorë nga pjesë të mëdha toke të aneksuara nga Rusia, sipas një propozimi paqeje të SBA-s. Trump, i cili foli me gazetarët ndërsa mbërriti në Rom për funeralin e Papa Franceskut, tha se do të mbështeste Rusinë që të mbante gadishullin e Krimes, i cili u aneksua ilegalisht nga Moska në 2014. Zelensky e hedh poshtë këtë ide. Rusia nisi pushtimin e Ukrainës në 2022 dhe Moska aktualisht kontrollon thuajse 20% të territorit Ukrainës. Të premten trafiku u ndal në Moskë, ndërsa një autokolon makinash që transportonin Witkoff mbërriti përpara bisedimeve të nivelit të lartë. Vizita e katërt e tillë që Witkoff ka bërë në Rusi që nga fillimi i vitit. Bisedimet 3 orëshe u përshkruan si shumë të dobishme nga ndihmësi i Putinit, Yuri Ushakov. Kjo ka sjellë qëndrimet ruse dhe amerikane më afër, jo vetëm për Ukrainën, por edhe për një sër çështjesh të tjera ndërkombëtare, tha ai. Në mënyrë specifike për krizën ukrainase u diskutua mundësia e rifillimit të bisedimeve të drejtë për drejta mes përfaqësuesve rus dhe Ukrainas, shtoi ai. Më herët këtë javë Putin sinjalizoi për të parën herë që nga fazat e hershme të luftës se ishte i hapur për bisedime me Zelenskyn. Vrejtjet e tij besohet se ishin një përgjigje ndaj propozimit të presidentit Ukrainas për një armëpushim 30 orësh të pashkve që do të zgjatej për 30 ditë. Ende nuk është rënë dakord për asnjë armëpushim. Kievi ndërkohë ka qenë në presion nga Trump për të pranuar lëshime territoriale si pjesë e një marrëveshjeje me Moskën për të dhënë fund luftës. Dhe Krimea është bërë tani një pikë nxehtë e veçantë. Negociatorët kryesor iranian dhe amerikan filluan një raund të ri bisedimesh indirekte të shtunën për të arritur një marrëveshje që frenon programin bërthamor të Teheranit. Ndërsa presidenti i SBA-s Donald Trump sinjalizoi besim në arritjen e një marrëveshjeje të re që do të bllokonte rrugën e Iranit drejt një bombe bërthamore. Ekspertët u takuan përpara se ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi të negocionte indirekt me të dërguarin e Trumpit për lindjen e mesme Steve Witkoff në Muscat të shtunën përmes ndërmjetësve nga Omani, një javë pas një raundi të dytë në Rom, që të dyja palët e përshkruan si konstruktiv. Trump ka kaluar fillimin e mandatit të tij të dytë në detyrë, duke u përpjekur që të ndërmjetësojë marrëveshje për disa nga konfliktet dhe krizat më të mëdha në botë, duke përfshirë pushtimin e Ukrainës nga Rusia, sulmin e Izraelit në Gaza dhe çështjen e vështirë të programit bërthamor të Iranit. Në një intervistë për revistën Time, të botuar të premten, Trump tha: "Mendoj se do të bëjmë një marrëveshje me Iranin, por ai edhe përsëriti kërcënimin për veprime ushtarake kundër Iranit nëse diplomacia dështon." Ndërsa si Teherani ashtu dhe Washingtoni kanë thënë se janë të vendosur të ndjekin diplomacinë, ata mbeten larg njëri tjetrit, përsa i takon mosmarrëveshjes që zgjat prej më shumë se 2 dekadash. Virginia Giuffre, e cila akuzoi financierin amerikan Jeffrey Epstein dhe princin Andrea të Britanisë për abuzim seksual, i ka dhënë fund jetës në shtëpinë e saj në Australi, tha familja e saj të shtunën. Me zemër të thyer njoftojmë se Virginia ndroi jetë mbrëm në fermën e saj në Australinë Perëndimore, tha familja në një deklaratë. Ajo humbi jetën nga vetvrasja pasi ishte viktime përjetshme e abuzimit seksual dhe trafikimit seksual. Giuffre, një shtetase amerikane dhe australiane, ishte 41 vjeç. Ajo akuzoi miliarderin e ndjer amerikan Epstein se e përdori atë si sklave seksuale. Princi Andre mohoi vazhdimisht akuzat e saj për agresion seksual mbi Giuffre, kur ajo ishte vetëm 17 vjeç dhe i shpëtoi gjyqit duke paguar një dëm shpërblim multimiliona dollarësh. Nuk ka fjalë që mund të shprehen humbjen e rënë që ndjejmë sot me ndarjen nga jeta të Virginias son të dashur, tha familja, duke kujtuar guximin dhe shpirtin e saj të pabesueshëm. Në fund, para abuzimit është aq e rëndë sa që u bë padurueshme për Virginian. Ne e dim që ajo është me engjëjt, thuhet në deklaratë. Giuffre lë pas 3 fëmijë, Christian, Noah dhe Emily.